Kosova është shtet i pavarur, nuk ka me mujt mu shkput asnjë pjesë. 3 të akuzuarit që janë prezent, pra është dëshmuar mjaftueshëm se kanë qenë pjesë aktive e grupit terrorist, e i cili grup nuk është formuar rastësisht. Ashtu që të akuzuarit t'i dënoj me burgim të përjetshëm, si dhe t'i detyroj që të dëmtuarin Çlirim Shaqiri ta kompenzojnë përshërimin dhe rehabilitimin e dëmit që i ka marrë nga veprimet e tyre kriminale. Dënim me burgim përjetshëm, nuk ka tjetër, gjykatë nderuar. Ju pishini rrethanat që kanë ndodhë edhe në gjykatë. Afrim Bonjaku, unë si përfaqësues i familjes tij, po vazhdon me u vra familja tij, me faktin që nuk është fare, askush nuk është pendu, madje as nuk janë distancu prej krimit. Afrim Bonjaki po shbën ndaj gjithë neve këto. Qëllimi ka qenë shkputja një territorit të Kosovës, e në atë pjesë të territorit të Kosovës jemi gjithë ne. Jo, nuk vjen hiç keq kur edhe ka kry krimin, edhe provohet me prova, se i prezentoj prokuroria, edhe në fund nuk shpreh kërqarje, edhe krejt këtë situatë na bjen me një situatë që na me menu a jemi na secili prej nesh të sigurt në shtetin tonë. Kosova është shtet i pavarur, nuk ka me mujt mu shkput asnjë pjesë e Kosovës. Edhe këtë duhet me ditë gjithë këta. Pra me këtë sulm nuk është vra veç afrimi, por gjithë ne jemi vra. Prandaj e kërkoj dënimin me burgim përjetshëm në emër të familjes. Faleminderit. Shkallën e lartë të pjesëmarrjes së personit të dënuar në veprën penale, shkallën e lartë të dashjes nga ana e personit në këtë rast të akuzuar se në lidhje me të dënuar, prezencën e dhunës ose kanosjes me dhunë në kryerjen e veprës penale, vepra penale është kryer në mënyrë posaçërisht mizore, vepra penale përfshin disa viktima. Viktima e veprës penale kanë qenë posaçërisht të pambrojtur apo edhe të ndjeshëm. Moshat e viktimës, këtë rast Alban Rashiti ka qenë i moshës së re. Shkallën e dëmit të shkaktuar nga personat e akuzuar përfshir vdekjen, lëndimet e përhershme, transmetimin e kësaj smundje, këtyre lëndimeve, si dhe gjitha rrethona tjera që kanë të bëjnë vetëm me rrethona rënduese. Pra, në këtë rast kërkojmë nga gjykata që të njëjtit i shpall fajtor të dënojë me burgim të përjetshëm,